Keni pasur ndonjë informacion nëse ndonjë person tjetër? Unë besëm pas postimit që bërë në Facebook, do thotë unë e kam bërë edhe postimin tjetër ku kom njoftu për mesjeve sociale që gjenë si votoj. Dhe gjithashtu kam kontaktuar gjitha nga prindrit të cilët ende nuk ka shku të votojnë me fëmijët e tyre, që të njoftojnë se çka po ndodh në lidhje me votimin e personave me aftësi kufizuar. Mu sot më ra, po mendoj pas kësaj që ndodhi në qendrën e votimit, me parë dhe këtë udhëzuesin e hartuar nga KQZ-ja me 9 nëntor të vitit 2005, mendoj që kjo udhëzues nuk është i hartuar konform kushtetues dhe ligjeve të tjera në Afrikë. Mendoj që nuk është në rregull që gjatë procesit të votimit personat në aftësi kufizuar të obligohen të kenë edhe dokumente mjekësore me veti. Mendoj që këto bara janë, këto procedura janë të panevojshme për qytetarët me aftësi kufizuar, përderisa e kanë një të drejta çështja e asistentës. Mendoj që është një çështje që duhet të trajtohet me një seriozitet më të madh, jo të ngutemi të bëjmë udhëzime për një periudhë shumë të shkurtër, duke ditur që zgjedhjet e ballotazhit janë njëherë mas 4-5 vite. Fakti sot nuk e di se u shqetësum shumë me këtë që e pam.